Unë nisën me autobus nga Mitrovica dhe erdhën në Gjakov për të ndarë dhimbjen e përbashkët. Përfaqësues të shoqatës Zëri i Prindërve nga Mitrovica sot qëndruan në Gjakov. Ata vizituan shtëpinë muze të Ferdonie Çerkezit. Familjarët që kanë humbur më të dashurit e tyre gjatë luftës në Kosovë u njohën nga afër me dhimbjen që mban në vete kjo shtëpi e shndruar tashmë në muze. Se dhe viziteu, ma letë sa më dhimbje, se përshë që është dhimbë të Kosovët. E këtë nëunave. Këtë Kosova duhet me qenë në këtë familje, por edhe në këtë komunë. Na gjitha së bashku kemi bërë rukëtim që 16 vjetë. Nuk nifem sot, po dhembja na ka bashku me gjitha komunat e Kosovës. Familjarë të martirëve nga Mitrovica pa nga afër eksponatet në këtë shtëpi dhe u shprehën të prekur nga ajo që panë. Pas kësaj vizite bën homazhe të varrezat e kompleksit memorial të martirëve në Kodrën e Qabratit. Duke parë numrin e madh të qytetarëve të Gjakovës gjatë luftës 98-99 zhdukur, kemi vendosur që një grup prej 35 grave krye familjare ta vizitojmë komunën e Gjakovës dhe ta vizitojmë shtëpinë muze, si dhe të vizitojmë varrezat në Qabrat e Gjakovës. Qëllimi i kësaj vizite është pra se Gjakova ka dhënë numrin më të madh të personave të pagjetur gjatë kësaj lufte. Ky organizim u përkrah nga Besa Veseli, zyrtare për barazi gjinore dhe të drejtat e njerëzit nga komuna e Mitrovicës.